I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: shejtani çdo njeriu kur flen gjumi lidh 3 nyja në kokë. Mas kokë mi fjalë, i lidh 3 nyja. Punë e shejtanit, nuk e jap dot me detaje se si funksionon. Se di. Dhe kur njeriu tha çel syt dhe përmend Allahun, kputet e para. Merr abdes, kputet e dyta. Fal namaz, kputet e treta dhe njeriu ftjellohet e kthjellohet dhe bëhet fil. E fillon ditën marë e mirë, e bereqet e marësi pa fund. E nëse njeriu nuk i bën këto të treja, gjithë ditën është i lodh dhe i kput. O çfarë kam se di çfarë kam, më i lodh dhe i kput. Po pra, e i lodh dhe i kput se të ka frynë shejtanin në vesh. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur njeriu thotë çohet dhe merr abdes dhe shfryn hunën, se ne e dim që kur merret abdes thithet ujë fort. Thot shejtani që ka qenë i strehuar në hunën e tij dëmtohet dhe del i poshtruar nga trupi i tij. E të gjitha këto janë në adhurimin e abdesit. Një adhurim i cili nuk merr prej besimtarit më shumë se ndoshta 2 minuta kohë, po të bëhet kështu si mas sunetit edhe fiks.